Liri Rasha dhe Vera Laçi në bisedë me ne sot. Kënga që na bashkoi, kështu e kemi quajtur programin e sotëm, më në fund të dyja bashk me një këngë. Çfarë kanë të veçantë këngët Dibrane? Cila është karakteristika e tyre? Kënga Dibrane faktikisht është shumë ndryshe nga këngët e Veriut, mendoj unë, dhe Liria, po të shise nëse do të flasësh ti Liria? Bashkëbisedim është se cila jep mendimin e vet. Kënga Dibrane është për mua është shumë e bukur, është edhe shumë e vështirë. Brenda këngës ka ritme të thyera, edhe melodia është po e ndryshme nga një strofë, nga një refren, sikur dhe një varg në vargun tjetër. Aty ka melankolizëm, është epizëm, ka ritëm, ka këngë, janë dashuri, janë baladat. Këngët qytetare Dibrane kanë, janë kënduar me orkestër. Kur unë, për shembull, kam performuar në Peshkopi, unë kam kënduar me orkestër, jo me qitelik, siç ka qenë përpara. Mirë po, tani po kthehet në fakt. Tani po me qiftelik. Tani po kthehet qiftelia. Sa ashtu e donë publiku. E kërkon publiku. Po, se ashtu kthen. Por kënga popullore Dibrane është edhe shumë e vështirë. Të këndosh një këngë popullore Dibrane, për shembull Fusha e Korabit që ka kënduar Liria, që edhe unë kam kënduar me një version tjetër. Jam munduar mos të jem Liria. Do të diafragëm, do të jesh mbushur mirë për ta kënduar atë këngë. Sepse është shumë e vështirë, duhet frymëmarrje, duhet fjalës ti peshosh, Liria, është shumë e vështirë. Për shembull, prapë se Liria ka pas fatin që të këndojë gjithë këngët domethënë kur janë kriju këngët më të bukura në Dibër. Ka qenë fati Lirijes. Unë se kam pas këtë, unë kam shkuar me vonesë dhe kam kënduar ç'a më kanë dhënë, ç'a kam gjetë aty. Për shembull, kënga Piergullo më i Piergullo. Është shumë ka një shtrirje që duhet të mbushësh mirë me frymë ta këndosh. Nuk janë këngë të lehta, janë këngë shumë të vështira. Janë shumë të vështira, sidomos Dibranet, sepse unë i krahasoj edhe në dasma kur jemi, krahasoj me këngën tjera që i kam shumë të lehta për ta këndu. Ama kur të na kërkoj dikush Fushë Korabit, që sidomos nga fundi që të mërshme, sepse ti je lodhur vokalisht, edhe ajo do fuqi, po do teknik, po do Liria e din më mirë, sepse Liria ka... Oj, zogo, je lek me vija, është e vështirë apo është e lek? Jo, është e vështirë, është e vështirë shumë. Edhe ajo është i këngë kaq e bukur dhe identifikuese. Edhe është pak më e lehtë se këto tjerat, Liria. Më e lehtë është. Është më e lehtë. Më e lehtë është. Po është prapë. Nuk e di, këngët Dibrane janë shumë melodioze. Janë tepër melodioze. Ato në pamje të parë të duken të thjeshta, të duken të vogla, po janë shumë melodioze. Po të marrish një fragment, dhe me thënë, një këngë, dasme, që këndohet atje, po ta marrë një që njeh muzikën mirë, që njeh notën mirë, mund ta bëj hit. Ajo në pamje të parë duket shumë e vogël. Po ta punosh, del diçka shumë e madhe. Kështu që... Këto mund të themi se janë disa nga ato tiparet që identifikojnë këngën Dibrane. Por nëse unë do të kërkoja që bashk të më interpretoni diçka, çfarë do të ishte? Mund të jetë edhe duhet juaj, por mund të jetë edhe diçka tjetër. Apo është e pavend kjo për këngëtarët profesioniste? Jo, s'është e pavend kjo, po një këngë tjetër kështu duhet do ta bëjmë, por diçka tjetër kur tjetë një moment dytë. Po, atë do e bëjmë. Por që... Pak nota. Këtë do ti, zogo. Po, ajo më pëlqen shumë. Oj zogo, jelek me vija, oj zogo. Oj zogo, jelek me vija, ai ke pa shoqet e mia, ai ke pa shoqet e mia. Tu i qendis anën e nije,
nusnie, të qendi sonin një hije, të I bogati për nusnie. U mundova pak me u fut të tjetër, sepse Shumë bukur tani përplasemi kur jemi dy zërat, dhe më thënë, ajo Liria këndon në mënyrë në vetë, si do që jemi të ngjashme, mendoj edhe kështu është në fakt, si kush këndon atë mënyrë në vetë, ka një trill tjetër, edhe duhet I njëjtë unison është pak e vështirë, edhe përplasin zërat. Na kënaqet shpirtin dhe jam e bindur se kështu do t'jenë edhe komentet e panumërta për këtë moment. Kjo është një këngë të cilën e ke shkruar ti, Liri, se është pretenduar që është një këngë kosovare kjo. Ashtu është pretenduar. Nuk është pretenduar nga kosovarët në përgjithësi, po këto të rejat kur dalin e këndojnë, duhen t'i gjenë autorsinë dhe me njerë, I thonë, është nga filan vend, është pa problema jo, mjafton që kënga këndohet në 4 cepat e shqiptarisë. Këtë këngë kam... Pavarësisht se kënga këndohet kudo dhe një këngë e bukur, një këngë që është pëlqyer këndohet kudo, ka autor kënga. Dhe nga që ne kemi kënu në mëni, unë kam kriju. Për të kënu fillimisht e ka kënu Ca e Poleshi. Ju keni shkruar tekstin? Unë kam shkru tekst dhe muzikë. Dhe muzika është e juaja, por nuk e keni kënduar ju fillimisht? Jo, se kam këndu unë. E kam këndu, dë bështë një festivali këngës popullore, dalë në provë generale unë, edhe dikush I ardhë nga komiteti I partisë, thot kjo këngë ka nuanca slave, pra ne do të hiqet nga programi, edhe mu hoq mu për momentin. Unë vazhdova në fshat e kënova, fshatën fshat me estradën, se kishim atëherë, kishim planin vjetor, në 170 shfaqe për dhanë, ashtë fshatra sa kishte Dibra. Çfarë intensiteti? Edhe e mori Caja, erdhi në kush Skantos, këtu e këndoj ajo, edhe ngeli e Cajes. Kështu edhe këngën të mëzjoshme në nga gjumi, po e kam bë në... Kur kam qënë ke printe e minë Zaldar, aty donë të motra të shkonte me një takim grupesh në Tepelen, edhe më tha unë, tha s'po shkoj, tha se s'kam këngë, tha shta bëj unë një këngë, edhe I bona këtë të mëzgjesh me nga gjumi që e këndojnë këngëtarë. Shumë këngëtare këndojnë. Edhe është identifikuar edhe me këngëtaren Fatmira Breçani, mos jam e gabuar. Po, e ka kënu dhe Fatmira. E ka kënduar edhe ajo ndër këngëtarët e tjerë, këngë shumë të njohura. Po këto mbajnë autorsin tuaj? Po, autorsin ju keni kërkuar ndonjë të drejtë autorja, diçka, po? Fare. Do të mbledhish dëshmitar të shise. Ato që kanë qenë atëherë, kanë pëthuj se nuk janë sot mesnesh. Duhet me gjithë dikën që ka qenë me estradën atëherë. Në përgjithësi këngët popullore që janë, ka dhe motive që I kanë marrë, janë punuar, janë risjellë, janë sjellë, nuk janë gjitha me autorsi. Dhe më thënë, janë mret një motiv që është këngë e popullit, edhe ajo përpunohet, orkestrohet ndryshe, sillet në një mënyrë tjetër edhe... Edhe është pak e vështirë në këtë rast. Jo, është popullore Dibrani quhen pastaj se... Po. Vera, pyetja është e njëjtë për të dyja. Sa e rëndësishme është muzika për ju dhe e keni menduar ndonjëherë jetën tuaj pa muzikën? Unë e kam deklaru vazhdimisht të pranoj çdo lloj dënimi, veç vdekjen se pranoj. Larg qoftë. Edhe ke shneti fëmijëve s'duroj dot, kurse këto dënimet e mia personale e pranoj me më heq këngën nga goja. Nuk e pranon. Se pranoj kur. Vera, ti ke kënduar edhe në një moment shumë të vështirë të jetës tënde. Unë besoj që nuk... Dhe... Unë jam kthyer në punë. Jam kthyer, e kam dash punën time, e kam dash këngën, kam menduar që e vogël, e kam dash shumë, e kam dash. Këngën Dibrane e kam dash shumë. Por jeta cilë sfida, edhe mu desh të sfidoj pastaj. Momentet më të vështira, momentet më të vështira që ju e dini, sepse unë këtu kam qenë në televizionin tuaj. Më është dash të bëj ndarjen, dhe më thënë, në ato momente që të jetoj, apo të ikë. është mënyra më e kollajt për t'ikur, por për t'jetuar është më vështirë, dhe unë zgjodha të jetoj mbas gjithë asaj dhimbje,
Por e kam ditur që po të jetoja do kthehesha, sepse do kthehesha ke puna ime, unë kisha jetuar me këtë punë. Edhe ja ku jam sot. Dhe ju zgjodhët rrugën e vështirë. Vështirën, ama është shumë e vështirë. Pas humbjes së djalit, e mendon të jetosh apo të mos jetosh më? Po, drejt tu e kam pas, kur jam nisë fillimet e mia që kam qenë, ato që kanë qenë si puna ime, din të paktën. Kjo ka qenë që unë çfarë duhet bëj tani, sepse vjen një moment që, okej, vinë njerëzit, ka pas një moment që më ka thonë Liria, Bilës, verat ka dash, pas ka dash gjithë Shqipëria, unë se harroj asnjëherë atë fjalën tënde, momentet më të vështira. Okej, ama vjen një moment që ti je ajo që do të zgjidhësh problemet. Dhimbja është e jotja. Dhimbja është e ime. Unë kam një kërkesë për Verën. Unë i kam thënë Verës, edhe po i them edhe sot, Vera, sa të kesh mundësi këndo. Këndo se aty gjenë ngushëllimin. Aty po. Aty gjenë dialogun me veten, aty gjenë gjithë shka. Burna, kur shkoj në punë, sinqerisht, kur nise me diu me çfarë sakrifice bëhem gati, sepse duhet bëhesh gati të shkosh në punë. Ama po të hy këtë dera e restorantit ku është dasma, aty je në punë. Edhe unë jam kthyer mbas 3 vjet e gjysmë në punë, 4 vjet pa pak. Kanë qenë njerëz të veçantë që unë i kam thënë edhe herë tjetër, por një çift nga Zvicra që moment tani e harrova emrin, nuk e them dot, edhe më ngelet shumë merak për të. Ato janë bërë sebeb. Edhe kur kam shku, dhe më thënë nuk lanë gjë nuk lanë njëri pa thirrë që unë tisha në punë. Edhe më ka marrë një kolegu im, më thëmë, o Vera, po ti tani e ke mundësinë, ja po të themi të gjithë, ti ktheu në punë. Po i kam thënë, po unë s'mbaj mend, a kam kënduar ndonjëherë, e ke idenë çfarë gjendje isha. Ju thoni çodër ke puna. Atëherë të gjithë kolegët e mi, kush kam punu, më kanë sjellë gjithë në WhatsApp. Këngë pa marrë parasysh. Vëri ndigjoj se do të ngelet diçka. Edhe kur kam shku në Strug, kur jam kthyer në punë, ka ardhur zonja dasmës që e kishte pas idhull, diku më kishte parë në Zvicër, shumë vite më përpara, që unë tisha ndasmën e djalit të saj. Edhe më thotë, shprej mirë, sepse nuset e atyre nuk futën, si që futën këneve çiftit që futët në fillim me dasma. Ato i presin me vonesë, kanë këto, nuk e di. Edhe më thotë, po kronë dikush tjetër, më thotë, Vera, unë do fusë çiftin dhe unë dua ti të ma presësh çiftin të futët brenda. Edhe të lutem, unë e di hallin tënd, të gjithë ne kemi halle, ti ke më shumë se ne, por këtu je në punë. Edhe ti kur del ke dera, ti nuk je më Vera që je këtu ke puna. Unë e falenderoj atë zonjë dhe nuk jam mirënjohëse gjithë jetën. Vetëm për atë këmbgulje që ajo bëri që unë të dilja aty. E di, unë me fat jam sepse kam taku njerëz të mirë. Edhe me këtë rast, nëse ti më lejon, unë dua të falenderoj gjithë audiencën time. Gjithë njerëzit që më kanë dashur aq fort, që më kanë mbështet aq fort, që kanë qenë me mua, kanë kënduar me mua, janë hidhur me mua e janë gëzuar me mua. Ju nuk jeni artiste të rrjeteve sociale, si e merrni ju dashurinë e publikut? Ju ende e kërkoni dhe e merrni dashurinë e publikut përballë? Po, është e vërtet. Po, dhe tash kohët e fundit edhe me rrjetet sociale. Patjetër, po kur them nuk jeni brezi i artisteve të rrjeteve sociale, jeni një brez, jeni rritur në sytë e publikut, adhuruar nga publiku, ku nuk ekzistonin rrjetet sociale, ju keni marrë duartrokitjen live, përqafimin live, mbështetjen live, në këtë kuptim e thash. Dhe besoj e kërkoni edhe sot këtë gjë. Na mungon. Okej, ju mungon. Mungon kjo pjesë, ama është tani janë rrjetet sociale. Po janë, patjetër. Edhe unë për vete, shumë herë, shpesh herë, unë aty gjej mbështetje. Gjej mbështetje. Edhe ke kënga në gjej mbështetje. Mbështetje në falenderime për gjithë verën, për këtë verën që është. Ama edhe për pjesën tjetës time. Unë jam shumë mirënjohës njerëzve, miqësisë time.
Ju e keni marrë dashurin pa kursim nga publiku. Nga Këngë Moj, këtu në Vision Plus, Liri kemi shkëputur një moment. E shohim bashk? Shohim. Vajza të ngjan plotësisht në talent. Ingrid Jushi. Është e kohës, edhe me plot gojnë mund të them se është më e mirë se sa unë sot. Për arsye sepse ajo ka temperament, është e shkaftë, këndon, kërcen, flet shumë bukur. Do të thonë i ka të gjitha. Kurse ne që kemi punu në atë sistem, të kena pas shumë të kufizume, lëvizjen e kena pas po të kufizume, se unë nga një vibrato naturale që kam pas, kam lindë me këtë vibrato, më qujtë kënga slave. Që ma atë këngë, dhe më thonë, e kam trashëguar nga nana motivin që unë kam marrë për atë këngë. Nana ime s'ka ditë ku bie Jugoslavia, sepse nuk ka qenë e shkollume. Fatkeqësi e madhe ka qenë për disa gjëra. Po, edhe do të them që këto tashi i kanë rrugët e hapuna. Dhe Ingridi e ka rrëmbyer vëmendjen që në momentin e parë ka patur një qëndrim skenik të jashtëzakonshëm dhe zëri i saj shumë identifikues, shumë urime, shumë suksese për të, e mirëpres në çdo moment këtu në studio. Ishte shumë kënaqësi zonja. Faleminderit shumë që zgjodhët të promovoni bashkëpunimin tuaj të parë, këtë këngë dhe videoklip të bukur këtu në Living Day. Faleminderit edhe kur bëjmë të dytën këtu do vim. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë. Publicitet rikthehemi pas pak në pjesën e tretë të programit.